58.400 automjet janë regjistruar për herë të parë në Shqipëri gjatë 7 muajve të parë të vitit, një rritje prej 1.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2025-s. Ky është niveli i dytë më i lartë historik pas 7 mujori 2024, kur u regjistruan 61.1 mijë mjete. Vetëm në Korrik u regjistruan 9.600 automjete, 4.1% më pak se në Korrikun e një viti më parë. Rritje të fortë kanë shënuar automjetet elektrike. Në janar Korrik janë regjistruar 6.4 mijë të tilla, 2.6 herë më shumë se në të njëjtën periudhë të 2025-s. Ato përbën 11% të gjitha regjistrimeve të reja. Megjithatë, interesi për makinat elektrike është ngadalësuar. Në Korrik u regjistruan 682 automjete elektrike, niveli më i ulët i këtij viti. Korea e Jugut dhe Kina vijojnë të dominojnë origjinën e automjeteve të importuara. Rreth 15.000 mjete ose 26% të total të regjistrimeve erdhën nga Korea e Jugut, ndërsa nga Kina u regjistruan gati 9.5 mijë mjete ose 16.2%. Gjermania dhe Italia renditen më pas me përkatësisht 10.9 mijë dhe 6.8 mijë automjete. Në total, në fund të Korrikut, numri i mjeteve që qarkullojnë në vend arriti në rreth 1.1 milion.